Kasami. Kasami biliyor bunu her şey tabii mesela. Tabii посмотрим на газе подпиши посмотрим. Të nderuar qytetarë, të nderuar përfaqësues të medjave, sot jemi në raundin e dytë të zgjedhjeve lokale. Kemi mundësinë që të zgjedhim pushtetin ton lokal, ata të cilët do të duhet të na shërbejnë në 4 vitet e ardhshme. Uroj që të kemi një mundësi për zgjedhje të lira, fair dhe demokratike, edhe pse ka pasur tentime për deformim të procesit zgjedhor. Ne si lëvizje Besa do të angazhohemi deri në fund që qytetarët të kenë mundësinë që të përzgjedhin ata të cilët më së miri do të shërbejnë tyre dhe jo dikujt tjetër. Prandaj urojmë që kjo ditë të jetë një ditë gëzimi për gjithë tetovarët, për gjithë qytetarët e Maqedonisë, që nga nesër të nisë një jetë e re, nga nesër të nisë realizimi i projekteve në të mirë të gjithë qytetarëve. Ku keni vrejtë parregullsi? Mbram para zyrave të lëvizjes Besa, njerëz të cilët janë prezantuar si punonjës të policisë, u kanë marrë letrat e njoftimit aktivistëve tanë. Rasti është paraqitur në polici, që pastaj të vi dikush shkojë në shtëpi që a kthejë letrat e njoftimit dhe që ka pasur edhe tentime nga punonjësit e policisë që t'i kërcënojnë ata persona që të ndrojnë deklaratën. Ne sot do të kërkojmë edhe zyrtarisht nga organet e rendit që të deklarohen rreth këtij rasti.